Këshilli i lartë i bashkëpunimit Greqi-Turqi pritet të mblidhet në Ankara përpara mesit të muajit shkurt me pjesëmarrjen e kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis dhe presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Takimi që pritet të zhvillohet pak ditë para nisjes së muajit të Ramazanit shihet si një përpjekje për të mbajtur të hapura kanalet e komunikimit dhe për të ruajtur qetësinë në marrëdhëniet mes dy vendeve. Datat më të mundshme për takimin do të jetë midis 9 dhe 13 shkurtit. Sipas një burimi për RT-n, mbajtja e kanaleve të hapura të komunikimit konsiderohet absolutisht e nevojshme për të shmangur krizat dhe për të siguruar qetësinë në marrëdhëniet greko-turke, siç e vuri në dukje karakteristikisht i njëjti burim. Athina dhe Ankara janë ndajmë pikpamjen se çështjet që kanë të bëjnë me të dyja vendet duhet të diskutohen në një nivel dypalësh. Ai madje theksoi se mund të imagjinohet lehtësisht se si do të ishin gjërat nëse në këtë mjedis pasigurie globale marrëdhëniet greko-turke do të ishin prishur. Megjithse siç theksoi ai nuk është arritur konvergjenca mbi çështjet themelore, është bërë mundur të shmangen tensionet serioze dhe të mbahen çështjet që në të kaluarën quan kriza në një nivel të ulët. Lidhur me pritshmëritë e palës greke, burimi më i lartë diplomatik tha se Athina pret një diskutim konstruktiv, duke sqaruar megjithatë se kushtet për hapjen e madh nuk ekzistojnë ende. Siç sqaroi ai, Greqia dhe Turqia nuk janë në gjendje të hyjnë në një diskutim thelbësor mbi shelfin kontinental dhe kufijin detar, pasi nuk ka një qëndrim të përbashkët në lidhje me fushveprimin e tyre, një çështje që pala greke e konsideron të panegociueshme. Ne nuk do të hyjmë në një diskutim për asnjë çështje sovraniteti, theksoi ai. Agjenda e Këshillit Suprem të Bashkëpunimit do të formohet sipas të njëjtit burim në bazë të agjendës pozitive dhe dialogut politik që po zhvillohet aktualisht midis Athinës dhe Ankaras.